Jemi së bashku në transmetimin ton të fundjavës, këtë herë për të folur për diçka ekskluzive. Për Porsche Albania, pjesë e Porsche Holding Salzburg që operon në tregun shqiptar që prej vitit 2005 me një vizion të qartë për cilin e eksperiencës në standardin e Porsche Holding në komunikim, në produkt, në shërbime edhe të pasqitjes në tregun automotiv. Dhe në një treg që ka ndryshuar me ritme të shpejta, në një vend ku kultura automobilistike është ende në formësim, ka kompani që nuk shesin thjesht makina, por sjellin standarde edhe vizion në të njëjtën kohë. Porsche Albania feston 20 vite në Shqipëri dhe kjo nuk është vetëm një shifër simbolike, është në fakt një histori transformimi, gjithashtu adoptimi teknologjik dhe rritjeje me një klientel që bëhet çdo ditë më e kërkuar dhe më e vetëdijshme për cilësinë. Dhe kjo është e dukshme në kohët ku po jetojmë për hir të së vërtetës. Por sot duam të kuptojmë jo vetëm rrugtimin e një brendi legjendar në vendin tonë, por edhe qasjen e tyre ndaj së ardhmes, inovacionit e gjithçkaje tjetër që do të kemi mundësi t'i mësojmë në këtë intervistë me Elona Mera që vjen nga Porsche Albania. Përshëndetje Elona, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, shumë faleminderit për prezantimin, i bëre të gjitha. Është kënaqësi për më tepër. Do doja ta nisja këtë intervistë në fakt që nga rrënjët e Porsche Albania, si ka nisur rrugtimi në Shqipëri dhe si ka ndryshuar strategjia gjatë këtyre 20 viteve, siç e thash, duke marrë në konsiderate dhe transformimin e tregut shqiptar nga automjetet e importuara, të përdorura dhe tek adoptimi i këtyre makinave premium. Porsche Albania këtë vit bëri 20 vjet, 20 vjet që kanë qenë sfida emocionuese me eksperjenca pafund. Unë kam 3 vjet që jam pjesë e Porsches, po të gjithë emocionin e këtyre 20 viteve ma kanë transmetuar shumë mirë kolegët. Në 2005-ën, kur Porsche Holding vendosi të zgjerojë në rajon, u zgjerua jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera të rajonit. Shqipëria ishte një vend shumë i vogël, shumë kaotik, vinte nga postkomunizmi dhe nuk kishte standarde si në të punuar, por edhe të ofruar të shërbimeve. Në ato vite makinat shiteshin, si të gjithë e dim, nëpër dyqane, në lagje, në servise. Ndërkohë që Porsche Holding solli standard me anë të Porsche Albania, duke sjellë markat premium edhe ekskluzive. Si pjesë e grupit, në 2005-ën neve filluam të shisim Audi dhe Seat, ishin 2 markat e para. Sollëm një markë si Audi që ishte luxury premium e admiruar nga shqiptarët, për fatin tonë shumë të mirë. Dhe më vonë pasaj kemi vazhduar me Volkswagen makina tregtare edhe me Skodën, që bën pjesë e grupit dhe patjetër që neve gjithmonë dëshirojmë që të ofrojmë akoma dhe më shumë automjete të tjera të grupit për të zgjeruar portofolin dhe për të plotësuar kërkesat e klientit modern, që e quaj unë klient modern shqiptar të këtyre viteve. Po, dhe qasja ka qenë shumë interesante, siç e përmendë edhe ti, krahasuar me vitet e para të tregut automobilistik në Shqipëri. Por a e shikoni Shqipërinë si një treg që po konsolidon në një farë mënyrë një klientel të qëndrueshme me brandet premium, apo ende mbetet një treg aspirant, le të themi? Shqiptarët janë për fatin tonë të mirë, janë admirues të markave premium edhe të markave luxury. Na pëlqen industria automotive. Dhe unë këtë e shikoj edhe kur ne bëjmë prezantime të modeleve të reja që ka interes shumë të madh. Sidomos për marka si Audi që patjetër është edhe lidhja emocionale që kanë me markën. Por akoma tregu shqiptar ka nevojë për përmirësim, kjo për të standardizuar rregullat dhe për të vendosur automjete ose automjetet që hyjnë të jenë sipas standardeve europiane, duke qenë se neve jemi një vend që po ndërrojmë të futemi në Bashkimin Evropian, por që industria automotive ka akoma rregulla që duhet të rishikohen nga shteti për të përmirësuar si shërbimin e klientëve në industrinë automotive, por si për t'i ofruar dhe shqiptarëve automjete që janë sipas standardeve europiane. Tani, a konsideroj një çështje luksi në atë kohë pasja një makine të tillë dhe a ishte kjo një sfidë për grupin në veçantë? Ka qenë një sfidë shumë e madhe. Në ato vite, unë kam qenë shumë e vogël, para 20 vitesh. Por shqiptarët nuk e kishin në koncept që të blenë një makinë me 0 kilometra, në një koncesionar zyrtar me garanci, me servis ose pasqitje që quajmë ne të standardizuar. Vlera një makine me 0 kilometra ishte luks dhe nuk shkonte fare në mendjen e dikujt që kërkonte makinë.
Por çdo që ka ardhur gradualisht, edukimi që Porsche Albania i ka bërë tregu dhe neve jemi me shumë e fat që vazhdojmë të jemi lider në treg si për shitje, si për peshën që japim klientit ku bëhet pjesë e Porsche Albania. Kështu që gjitha këto sfidat tashmë nuk janë më, shqiptarët për fatin tonë të mirë edhe të gjithë koncesionarëve kur mendojnë për të blerë një makinë, në fillim mendojnë të blejnë një makinë me 0 kilometra dhe pastaj mund të konsiderojnë opsionet e tjera. Tani, me aq sa munda të bëj një kërkim sa i përket grupit tuaj, çdo shërbim i Porsche Albania ka në fokus klientin. A mund na flasësh pak më tepër për këtë, cilat janë këto përfitimet konkrete të klientit për ata që do të kenë nevojë ndoshta për një shërbim edhe pas blerjes së një makine? Ne kemi filozofin one stop shop me në qendër klientin, që do të thotë në moment që një klient vjen për të blerë një makinë nga marka tona, i ofrojmë të gjithë 360 gradë të gjithë eksperiencë. Do të thotë edhe nga financimi, neve kemi pjesë të Porsche Albania dhe Porsche Leasing, që është Porsche Bank, që një automjet mund ta marrim edhe me financim, që mund të jetë operacional ose financiar në varësi të kërkesës së klientit, dhe përveç kësaj të gjithë cikli që ai do ketë me automjetin ofrohet nga Porsche Albania, që do të thotë eksperjenca në blerje, eksperjenca në test drive, konsulenca, më pas edhe passhitja dhe servisi, çdo gjë që ti do kesh nevojë për automjetin të gjatë gjithë jetës së automjetit e ke në Porsche Albania. Neve përveç kësaj jemi dhe digital, ofrojmë edhe opsione digjitale për të bërë më të thjeshtë edhe komunikimin me klientët, që do të thotë eksperienca është shumë friendly, nëse mund të përdor fjalë të huaj, shumë miqësore, edhe shumë e këndshme për të gjithë klientët. Patjetër që ka vend për përmirësim, patjetër që edhe neve gjithmonë mundohemi që të përmirësohemi, bazuar gjithmonë nga feedbacku i klientit, që e kemi shumë për shumë të rëndësishme. Po, sepse është shumë e rëndësishme, besoj, sidomos në një treg të tillë, që të ketë një kulturë shërbimi post shitje, ku jemi në fakt në një treg me konkurrencë të madhe, apo jo? Po, klienti duhet jetë i qetë. Në moment që blen një automjet duhet jetë i qetë, që ka mbrapa një suport shumë të madh nga blerësi, nga shitësi i automjetit. Në moment që ti merr një automjet, duhet ta dish nëse diçka ndodh, ke një suport ku të shkosh dhe ke një staf të specializuar, të certifikuar dhe të trajnuar në Salzburg dhe jo vetëm në Salzburg nga grupi. Po, kjo është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme, të gjithë kolegët e passhitjes dhe të servisit trajnohen në Gjermani apo në Salzburg të paktën një herë në 3 muaj. Që do thotë për të përditësuar me të rejat e industrisë automotive dhe për të ofruar klientit zgjidhjet më të thjeshta edhe më ekonomike për automjetet. Po, dhe do doja ta theksoja fort këtë për një klient që blen një makinë dhe larg qoftë do ketë ndonjë problem më vonë, mënyra se si i shërbehet dhe se si merr këtë shërbim më pas nga një staf i specializuar është shumë e rëndësishme. Vitet që pasuan në këtë grup sollën edhe risi të pafundme, sidomos lidhur me teknologjinë dhe inovacionin. Dhe do të ndalemi pak tek një prej tyre, është aplikacioni Makina ime. Si funksionon? Ne jemi shumë krenar. Makina ime është ndërtuar në 2015-ën, si web-based, që do thotë ka qenë në fillim në web, për t'i ofruar klientit çdo gjë rreth makinës për makinën. Dhe më pas është zhvilluar që tashmë është një aplikacion i ndërtuar dhe konceptuar në Shqipëri. Ne jemi shumë krenarë që jemi dhe të vetmit në grupin e Porsche Holding që kemi një aplikacion, jo vetëm në Shqipëri. Qëllimi Makina ime është që të ofroj çdo gjë që ka lidhje me lëvizshmërinë në Shqipëri, që do të thotë nga gjetja një vendi parkimi, nga llogaritja e doganës, nëse do të marrësh edhe një opsion Park On, Po, Park On është një nga funksionalitetet tona më të reja që do të optimizojë të gjithë pjesën e parkimit në Shqipëri. Llogarit dogane nëse do të marrësh një automjet të ri për të gjitha markat, jo vetëm për markat e Porsche Albania. Jemi duke zhvilluar aplikacion një funksionalitet tjetër akoma edhe më interesant, që shpresojmë shumë të lancojmë brenda këtij viti. Makina ime dëshiron edhe ka si qëllim që në të ardhmen të jetë vetëm një aplikacion që kushdo që ka një automjet ta ketë të instaluar në telefonin e tyre. Ne për momentin kemi 55.000 shkarkime që për një vend si Shqipëria është shumë numër i madh dhe jemi shumë të lumtur, po duam që të jemi akoma edhe më shumë. Tani, a mund të rezervohet një shërbim servisi për makinën aty, si mund të vlerësohet makina dhe a janë të sigurta të dhënat e çdo klienti? Po. Neve kemi fatin e madh që jemi pjesë e Porsche Holding edhe kemi shumë të rëndësishme ruajtjen e privatësisë dhe të dhënave të çdo klienti.
Që do thotë çdo e dhënë që futet te makina ime dhe jo vetëm te makina ime, edhe te servisi, edhe te shitja mbetet brenda grupit dhe nuk dalin asnjëherë jashtë kontaktet jashtë grupit. Makina ime për pjesën e doganës, patjetër që ka të dhëna të sigurta, sipas llogaritjes që bëjnë dogana shqiptare, neve fusim gjithkohë si përdisojmë të gjitha të dhënat për llogaritjen e doganës, kështu që është shumë e saktë. Okej. Dhe shumë e sigurt për më tepër. Dhe shumë e sigurt. Tani do të ndalemi pak tek makinat elektrike. Cila është logjistika e makinave elektrike në një treg si Shqipëria, në një vend si Shqipëria? Porsche Albania ka qenë në Shqipëri e para që ka futur makinë elektrike. Në 2016 neve kemi sjell i Golfin, pjesë Golfi Volkswagen. Dhe në ato vite makina elektrike ishte, nuk do të thoj risi, po kishte shumë skepticizëm mbrapa. Dhe është e kuptueshme sepse të marrësh një makinë elektrike në një infrastrukturë si Shqipëria, që është pak e vështirë për të patur stacione karikimi, kishte sfida shumë të mëdha si për pjesën e Porsches, po dhe si për pjesën e grupit. Pas 2016-s, gjithë strategjia ndërkombëtare, jo vetëm e Porsches, po përgjithësisht të gjitha markave, ishte që të shkonin drejt makinave elektrike për mjedisin, për qëndrueshmërinë, për shumë arsye. Në Shqipëri, vitin e fundit, ne me shumë fat që logjistika e stacioneve të karikimit ka ndryshuar. Do thotë, ti mund të gjesh në çdo karburant pothuajse një stacion karikimi që të karikosh makinën. Dhe ka avantazh shumë të madh sepse edhe kostoja e përditshme e një makinë elektrike me një makinë me djegje të brendshme është shumë herë më e lirë. Që do thotë, nëse ti merr një makinë elektrike, kostoja jote mujore është e pakonsiderueshme. Okej. Po, e vërtet. Dhe është avantazh shumë i madh. Ndërkohë, do doja që të ndalesha pak tek disa dallime nëse ju i keni vënë re në profilin e konsumatorit shqiptar të Porsche Albania krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Ka vendet e rajonit dhe të Europës ka dallime pafund. Neve për shembull ndryshe nga rajoni jemi shumë fokusuar te makina elektrike dhe jemi shumë mirë në shitjen e makinave elektrike. Në përgjithësi është rritur interesi. Siç vihet re edhe në rrugë ke makina elektrike pafund. Ndërkohë që në ca vende të rajonit shitja e makinave elektrike është e pakonsiderueshme, që nuk janë të interesuar sepse kjo ka të bëjë me koston e energjisë elektrike. Ne në Shqipëri duke qenë se jemi një vend që e prodhojmë vetë energjinë elektrike dhe kostoja për kilovat është shumë herë më e lirë krahasuar me vendet e tjera. Kështu që jemi goxha inspirim për vendet e rajonit për shitjen e makinave elektrike si pjesë e grupit. Okej. Cilat janë ato modele më të kërkuara në Shqipëri dhe a tregon diçka kjo për stilin e jetesës së shqiptarëve? Ne kemi fatin e madh që përfaqësojmë shumë marka, që do thotë plotësojmë të gjitha kriteret e konsumatorit shqiptar dhe të gjithë target grupit shqiptar. Patjetër që shqiptarët janë shumë të dhënë pas makinave luxury dhe Audi është nga ato makina që e kanë shumë qef për dizajnin, për emocionin, për historinë. Por fati jonë i mirë është që markat tona, Skoda, Volkswagen dhe Seat janë duke shkuar drejt dizajnit shumë premium. Kemi interes shumë të madh për Skodën. Skoda është numër 2 në treg, domethënë marka më e shitur në treg dhe numër 1 është Volkswagen që është prapë marka jonë, kështu që shqiptarët kanë interes në varësi të lifestyle-it që kanë. Që do të thonë nëse ti ke një lifestyle familjar, patjetër që do shkosh te Volkswagen edhe te Skoda, se ti plotson të gjitha kërkesat në përditshmërinë tënde. Pastaj nëse ke një lifestyle edhe familjar patjetër, se edhe Audi ofron mjete pafund për të gjitha kategoritë. Por nëse do pak më premium të lidhur me standardin dhe me stilin tënd të jetesës, patjetër që Audi është ai që të ofron shumë modele të mbush në një farë mënyre. Ndërkohë, në këto 20 vite, a mendoni se Porsche Albania ka kontribuar në krijimin e një kulture, le të themi, të re automobilistike në vend? Besoj se po. Ne fillim kur erdhëm nuk gjetëm standarde, po kur flas për standarde nuk ka vetëm për të rregulluar mirë. Jo vetëm për të ofruarit të shërbimit, edhe të ofruarit një eksperiencë kur ti blen një automjet, se blerja e një automjeti është emocionale dhe duhet të kesh eksperiencë shumë të bukur kur blen një automjet. Se një automjet blehet të paktën një në 10 vjet, po marr një mesatare, kështu që është një objekt, nëse mund ta quaj, që të shoqëron në shumë aventura dhe jo aventura të jetës. Po përveç kësaj edhe nga pjesa e burimeve njerëzore, Porsche Albania
filloi me 8 persona. Do të thënë 8 persona, dhe tani ne jemi 80 persona, që do thotë jemi zhvilluar shumë. Të punoje me standarde ndërkombëtare europiane ishte sfidë shumë e madhe. Ne kemi platforma pafund, kemi sisteme pafund. Kjo për të ofruar klientit shërbim më të mirë, po për të bërë edhe punën akoma edhe më të mirë dhe edhe raportime dhe çdo gjë tjetër më mirë. Kështu që sfida që kanë hasur kolegët e atyre viteve kanë qenë sfida sfida që nuk i kishin menduar ndonjëherë, por që për aq kohë sa neve kemi 20 vite që jemi lider në treg, edhe është histori suksesi dhe jemi shumë krenar. Kjo do thotë që të gjitha sfidat i kanë përqafuar edhe i kanë përballuar dhe ja kanë dalë shumë mirë. Okej. Ndërkohë, a mund të bëni një parashikim për rolin e teknologjive të reja, të sigurisë, të autonomisë në një treg si Shqipëria ku infrastruktura lë për të dëshiruar vende, le të themi. Po, me shpresë që infrastruktura duhet shumë e mirë. Ne gjithmonë mundohemi që të jemi digital, të ofrojmë produkte shumë të mira me standarde europiane. Ne dim që në Shqipëri ka produkte që nuk janë me standarde dhe me certifikime europiane, është sfidë e madhe dhe për ne, për të edukuar edhe audiencën që të shkojnë drejt standarde europiane për siguri. Por që patjetër që do vazhdojmë të plotësojmë kërkesat e klientit si në ofrimin e produkteve që kemi, në rritjen e eksperiencës më pozitive, por gjithashtu edhe të rrisim portofolion e produkteve dhe markave që ofron pjesë Porsche Albania si pjesë e Porsche Holding edhe Volkswagen Group. E duke qenë se ishim tek kjo temë, çfarë mendon se mund të kërkojë klienti i së ardhmes? Klienti i së ardhmes makina tashmë nuk është siç ka qenë, makina tashmë është bërë si një telefon, që do thotë është aq digital, sa ti futesh brenda një telefon dhe çdo gjë ke të digitalizuar, si nga ngarja e makinës, pretendohet që ngarja të bëhet autonome, që ti thjesht do jetë pasagjer në makinën tënde. Por besoj se ne si kultura jonë do na mbaj pak të lidhur me tradicionale. Nuk do shkojmë në aq digitalizim të një automjeti, se na pëlqen ky emocioni klasikes. Na pëlqen të dëgjojmë akoma motorin kur ndezi makinën, sepse kur ti ndezi makinën elektrike nuk dëgjon asnjë gjë, është shqetësi. Kështu që ne si popull do jemi një kombinim midis brezave. Kemi një lidhje emocionale të fortë me makinën. Kemi shumë lidhje emocionale dhe me markat. Volkswagen ose Golf, që është nga automjetet e para të përdorura, ka komunitetin më të madh në Shqipëri, që kemi akoma shumë fansa të Golfit. Por do kemi një mix, gjenerata Z edhe gjenerata që do vinë do shkojnë drejt makinave më digjitale në komoditet, më digjitale në ndarje. Janë duke lindur fëmijët në një kohë të tillë. Se lindin me telefon, kështu që ndërkohë që gjeneratat e tjera, gjenerata ime dhe gjenerata të tjera, kanë përshtypjen do duan diçka mikse midis klasikes edhe digjitales që do jetë makinat e të ardhmes. Okej. Duke qenë se jemi në këtë 20 vjetor, le të themi, të Porsche Albania, çfarë do të kishit për të ofruar për klientët? Ne kemi ofruar, jemi tashmë në një fushat, donim që t'i kthenim mbrapsht një falënderim klientit, të gjithë klientëve që kanë qenë pjesë e Porsche Albanias dhe ata që do bëjnë pjesë në Porsche Albania me blerjen e markave tona. Momentalisht ofrojmë 20% dhuratë, e quajmë ne, po është 20% ulje në një flotë të madhe automjetesh të gjitha markave, që është një ulje goxha e konsiderueshme në blerjen e një automjeti. Përveç kësaj kemi ofruar edhe me një paket ekstra që do thotë 20% ulje në servisin e parë të këtij automjeti. Financimi është 5.5% nga Porsche Leasing, që është si motra Porsche Albania, dhe 20% pasaj në aksesorët e automjetit që do të shtosh se do të blesh. Kështu që është një paket e kopsitur në këtë vështrimin ton për të falendëruar të gjithë klientët e Porsche Albania në 20 vite. Shumë bukur. Tani unë kam shumë pyetje nga çunat nga ana tjetër. Po, ma merr mendja. Të cilat vendosa që t'i bëj vetëm pas pak flash, pyetje të shkurtra, të cilat i dua me përgjigje shumë eksakte. Okej. Kështu që do të bëjmë një shkëputje dhe do të rikthehemi pas pak me disa pyetje që besoj kanë interes edhe gjithë ata që janë duke na ndjekur si në valët e Radio Travel edhe ata që na ndjekin nëpërmjet kanalit të YouTube të Premium Channel. Rikthehemi vetëm pas pak. Jemi rikthyer në studio në një intervistë shumë të shkurtër tani, sa i përket disa pyetjeve që kanë jo vetëm çunat këtu në anën tjetër të transmetimit, por edhe shumë dëgjues dhe ndjekës të Premium Channel dhe të Radio Travel. Elona,
kush është Teo? Se e kam dëgjuar aq shpesh kur bëhet fjalë për Porsche Albania, tani Teo. Mos është CEO apo jo? Jo, nuk është CEO, jo, nuk është CEO. Ne kemi dy CEO që s'është Teo asnjë nga ata. Kush është, çfarë bën? Teo është kolegu jon digjital, virtual. Është chatbot i zhvilluar nga ne këtë vit për të përmirësuar shërbimin e klientit. Që do të thotë, ti tashmë shkruan në një WhatsApp number, që është një WhatsApp normal, po ndërkohë nga ana jonë është një WhatsApp i ndërthurur me AI. Okay. Që ta bën më të lehtë dhe më të shpejt eksperiencën në Porsche Albania. Por brenda Teos ti edhe mund të blesh një automjet. Do të ka shkuar deri në blerjen e automjetit, të bësh negociat madje për të marrë çmim më të mirë. Do thënë Teo është koleg shumë i mirë, është koleg shumë i mirë se të bën ulje shpesh. Ja një këshill shumë e mirë. Të firmosësh kontratën, të lexosh kontratën, të marrësh ofertë nga Porsche Leasing në pjesën e interesit dhe të kësaj sa të shkosh, do të mbyllësh të gjithë procesin pa patur nevojë të qenë fizikisht në sallonet tona. Dhe pastaj do vish fizikisht vetëm për të marrë automjetin dhe çelësin e automjetit në Porsche Albania dhe është shumë e thjeshtë dhe mund ta bësh shumë kollaj vetëm nga telefoni, duke qenë që tham që telefoni është çdo gjë në ditët e sotme. Po, fantastike. Më thuaj pak cila është marka më e pëlqyer nga shqiptarët? Po marka më e shitur është Volkswagen. Dhe kjo në rang kombëtar, sipas të dhënave zyrtare të DPSHTR-s. Marka më e dytë e shitur të paktën është Skoda, kështu që jemi shumë krenar që dy nga markat tona e udhëheqin tregun. Dhe pastaj marka më e pëlqyer ose më e admiruar është Audi. Sa shqiptar blejnë makina luksi për pasion, për nevojë dhe sa për imazh? Po, nuk ta them dot në përqindje, do doja shumë ta kisha një përqindje, po ne na pëlqen shumë imazhi si popull, jemi pjesë e Ballkanit, na pëlqen të dukemi, nëse mund ta them në thonjza, të dukemi, kështu që ka raste që automjetin e blejmë sepse duam ti përkasim një shoqëri apo një statusi. Por po vjen një koha që e blen edhe për funksionalitet shumë, për atë që të ofron dhe për sigurinë që të ofron një automjet luksi, jo vetëm për pamjen e jashtme apo për statusin. Tani, një pyetje tjetër shumë direkte, sa kushton makina më e lirë pjesë e grupit Porsche Albania? Kolegët e shitjes do më vrisnin, po të thua një çmim. Do na e thuash. Sepse varet nga se çfarë kërkon ti nga një automjet, varion çmimi, nuk ka një çmim fiks, po ja, unë jam një kliente, kam ardhur ne dolëm më të lirën. Më e lira, po së fundmi me 20%, një Skoda Octavia është se 2000 euro afërsisht. Kështu që është një çmim shumë i mirë për Octavian që është nga modelet më të shitura të Skodës në botë, faktikisht. Cila është pyetja më e çuditshme që ju kanë bërë klientët kur vinë për të bler një makinë? E çuditshme nuk e di se po nuk e di, klientët janë të shumëllojshëm. Do të thënë nga sa e kanë nxehtësinë ngroja e sedilir, sa gratë shkon, deri çfarë ndodh kur bie shi, deri çfarë ndodh nëse harroj ta mbush me karburant, do të thënë ka klient të çuditshëm, por ka dhe klient që me ujë nuk ecën thuaj. Po, fiks, po ka dhe klient që janë aq shumë të informuar për automjetet që blen që na surprizojnë edhe neve ndonjëherë, themi okay, do vish të punosh në Porsche. Fantastike. Nëse një 20 vjeçar shqiptar vjen të blejë një makinë premium, luksi, cila është pyetja e parë që i bëni? Për çfarë do ta përdorësh? Për të bërë xhiro në blok. Për të mora vesh xhira në blok quhet teçe, që do thotë i bie 8 herë blokut, është gjenerata Z se dia. Kështu që prandaj konfirmuan. Kjo është pyetja e parë. Pyetja e dytë. Qa ngjyre ka, gjendje, sa shpejt ecë, sa mund të shkojë, janë pyetje të çuditshme, pyetje të bukura që çunat e shitjes kanë përshtypjen e shijojnë shumë këto pyetje. Tani, sa shpesh mund të ndryshoj ose sa shpejt mund të ndryshoj mendja dikujt që ka ardhur për bler makinën? Është ulur shumë shpesh, shumë. Ne kemi klientë që vinë me mendje të kopësitur për të bler këtë automjet dhe kur futen aty në sallon pastaj bëhet një lëmsh edhe bëjnë test drive me të gjitha markat tona dhe përfundojnë duke bërë një automjet që as nuk e kishin konsideruar ndonjëherë.
Kush janë më të rrezikshëm në test drive-et, meshkujt apo femrat, vajzat apo djemt? Meshkujt sepse kanë vetbesim shumë të lartë që mund t'japin shumë shpejt edhe din t'japin makinës. Vajzat janë shumë më të kujdesshme. Unë nuk jam pro kësaj që vajzat nuk janë shofere të mira, vajzat janë shumë shofere të mira. Dhe më shumë aksidente në Shqipëri bëjnë meshkuj se sa vajza, kështu që kjo tregon shumë. Po, është e vërtet. Po. Cila është ngjyra më e kërkuar në Shqipëri? E zeza dhe bardha. Bardhë zi gjithmonë e keni doja shumë që të kërkoni ngjyra, ne kemi ngjyra shumë të bukura, por ka filluar interes, ka filluar shumë te jeshilja errët, ka filluar shumë te bluja, dark blue, po them kodet si quajmë ne, olive green, edhe te gria, po e zeza mbetet makina klasike që duan të gjithë sepse duan ta kombinojnë me veshjen e përditshme. Po. Okej. Këtë më tha një kliente që dua zez sepse stili im, veshja ime e përditshme, dua që të më kombinohet me makinën, kështu që. Okej. Ja pra, ku dolëm se bje makina për imazh. A ka diferenca i përket kërkesës për një automjet të tillë premium në krahasim me kryeqytetin dhe qytetet e tjera të Shqipërisë? Jo, është e shpërndar. Tirana ka potencial më të madh se është edhe popullsia më e madhe, edhe biznese ka më shumë, e gjitha po është edhe qytetet kanë interes shumë të madh për makinat premium. Tani, ti më the mos ma bëj këtë pyetje, por unë do ta bëj. Nëse Porsche Albania do të zgjidhte një personazh publik shqiptar si fytyrë zyrtare, kush do të ishte? Një personazh është e vështirë. Ne kemi bashkëpunuar me shumë personazhe publik në 20 vite, vitin e fundit. Kemi pas bashkëpunime shumë të mira me të gjithë. Unë jam shumë mirënjohëse për bashkëpunimet që kam patur. Por një nuk e di, nuk ka një. Do të ishin shumë. Okej. Duhet të ulesh atë, jo, se ka shumë që janë potenciale dhe ne kemi marka të ndryshme, personazhe të ndryshme përshtaten për një markë ndryshme, kështu që ka shumë. Okej. Tani do doja që e çdo klienti që do të vi tek Porsche Albania t'ju jepja një këshill. Gjatë udhëtimit dëgjojnë Radio Travel dhe me avancimin e teknologjisë mund të shikojnë dhe YouTube-in aty. Po, të gjithë klientët e Porsche Albania dhe jo vetëm, të gjithë shoferat në Shqipëri të hapin vetëm Radio Travel. Okej. 104.6. Bravo Elona. Shumë faleminderit. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Ju urojmë shumë suksese. Faleminderit edhe ju. Dhe besoj do të kemi mundësi të dëgjojmë sërish për risi. Ishte shumë interesante, kështu që këtu do më kesh. Okej. Të falenderoj edhe patjetër që do të kemi mundësi të takohemi sërish. Ne kemi mbritur në fund të kësaj interviste, do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.